Rogerti, finalisti i katërt, nuk ishte thjesht një emër në listë, ai ishte një histori më vete. Një rrugëtim i mbushur me sfida, emocione dhe momente që publiku nuk do t'i harrojë lehtë. Ndërsa të gjithë prisnin një finale të zakonshme, ardhja e tij në këtë pikë ishte si një bombë që askush nuk e kishte parashikuar plotësisht. Që në fillim, Rogerti u dallua për karakterin e tij të fortë, por edhe për një ndjeshmëri që rrallëherë shihet në një garë të tillë. Ai nuk ishte gjithmonë më i zëshmi, por dinte si të lindë gjurmë. Në shumë momente, ai zgjodhi të fliste me veprimen, duke treguar se loja nuk fitohet vetëm me strategji, por edhe me zemër. Kur erdhi nata e finales dhe u shpall si finalisti i katërt që largohej drejt shtëpisë, emocioni ishte i madh. Nuk ishte thjesht një eliminim, ishte mbyllja e një kapitulli që kishte prekur shumë njerëz. Publiku e ndjeu largimin e tij si një boshllëk, sepse ai kishte arritur të krijonte një lidhje të vërtetë me ta. Por ajo që e bëri momentin edhe më të veçantë ishte kënga e tij, jo domosdoshmërisht një këngë në kuptimin klasik, por mënyra se si ai e përmbylli rrugëtimin e tij. Fjalët, mesazhi dhe qëndrimi i tij ishin si një melodi që mbeti në mendjet e të gjithëve. Ishte sikur Rogerti ja mori këngës momentin, duke e kthyer largimin e tij në diçka të bukur dhe domethënëse. Ardhja e tij në finale ishte surprizë, por largimi i tij ishte një kujtesë se jo gjithmonë fituesi është ai që merr çmimin e parë. Ndonjëherë, fitues është ai që fiton zemrat e njerëzve, dhe Rogerti e bëri pikërisht këtë. Në fund, ai nuk u kthye në shtëpi si thjesht një finalist i katërt, por si një figurë që la pas një histori, një emocion dhe një bombë kujtimesh që do të fliten gjallë. Dhe ndoshta, kjo është fitoria më e madhe nga të gjitha.